WTF? Mirë se erdhët në episodin e 3 të WTF Daily Show dhe pa humbur shumë kohë, kalojmë shpejt në thashethemet e javës së showbizit. Shqiponja u rrëzua, por nuk u dëmtua. Dhe pse e them këtë? Sepse Jonathan Islami, po ta mbani mend ai ish lojtari BBVA-s, ju ngatroj me këtë që po ju them se më shumë ne të gjithë e njohim si i dashuri aktuali Roza Latit, i cili është parashutist, bëri një rrëzim fantastik si për shfaqje në Himar, Buzdetit, dhe të gjithë u shqetësua. Më shumë fakt u shqetësua vetë Roza, ku tha shqiponja është mirë, nuk e ka gjetur asgjë, mos bëni panik. Jonatani përveç çdo gjëje tjetër e bëri rënjen drejtë në komisariat, sepse policia ka nisur një procedim penal për të. Kështu që nga ky lajm kalojmë në një dramë tjetër akoma më të madhe, si dramat e Fermos VIP, të cilat nuk kanë fund. Big Basta u vu përballë zgjedhjes, buxhetin apo Ronin? Dhe kë zgjodhi Big Basta? Po sigurisht që buxhetin. Pse? Çfarë do i thoshte Ronit? Roni, hajde të të haj ty për dark? Patjetër që s'do i thoshte këtë gjë. Dhe Big Mama u irritua kaq shumë nga kjo situatë që i tha: "Ti ore barkder, dreqi, shkoha buk, o njeri i lig, o njeri i keq. O Big Mama më fal, herën tjetër do vim dhe do të marrim pikërisht ty leje kur të ham buk. Ti nuk e kupton, më duket që aty jemi në një loj dhe jo për të bërë miqë shok me njëri tjetrin apo për të rënë në dashuri mbase Big Mama apo jo, se në momentin që uria futet nga dera, dashuria del me vrap nga dritarja." Por dua të kaloj në një dramë akoma më të madhe. Gjithë e dim që Driloni e fitoi Big Brother VIP Kosovën, por nuk fitoi betejën ligjore të cilën i hapi Xhenetës. Pse nuk e fitoi? Po për shembull kallëzimi që ai kishte bërë asaj ishte pa baza, kështu tha komisioni, këtë po ju them dhe unë juve. Por një arsye tjetër shumë e rëndësishme ishte sepse avokatja me sa duket i kishte frikë betejat. Dhe në një betejë që ajo pati me Xhenetën, ku Xheneta i erdhi surprizë në studio, ajo e pa dhe u largua. Do me thënë, si mund të largosh në një përballje? Ai avokata është profesioni yt ky. Apo mos të ka mësuar Driloni ti largohesh përballjeve dhe të marrësh në gjë tjetër sepse shef që aty do ta kesh të humbur apo jo. Po me që jemi te Driloni, ka ndodhur dhe një gjë shumë interesante. Driloni ka haruar sorën. Ku e ke sorën, Driloni? E harrove? Apo ke gjetur dashuri tjetër? Hajde Kostian këtu. So this is love. This is love. Mirë, ik tani shporu si të shpori Driloni Sarën. Sepse po, Driloni është parë në një parking në Gjermani, duke u puthur dhe duke u përgjafuar me një vajzë tjetër. Si mund të harrosh kaq shpejt dashurinë e parë mediatike që kishte Drilon? Mund të prodhoj edhe shumë lek. Apo mos të kanë paguar ata të makinave aty te parkimi që të krijosh një dashuri që të bësh një marketing në gjë, ha? Mbase. Por me që jemi të ndarja e qifteve, një qift tjetër, jo shumë i dashur për publikun, se s'është se jemi mësuar me ata të dy, janë ndarë dhe po flas për Shpat Kasapin dhe Selvien, bashkëshortën e tij. Kur ne menduam që ata i zgjidhen hallet sepse Selvia po kalonte një moment të vështirë, me sa duket problemet u rishfaqën dhe ata janë ndarë, janë bërë unfollow në Instagram. Kanë hequr fotot që kishin të postuara të dy së bashku dhe për më tepër Selvia ka postuar një Insta story ku thot nëse ja kam dal, unë mund t'ja dilni dhe ju. Jam duke kaluar periudhën më të vështirë të jetës time. Faleminderit Selvie për këtë mesazh që na ngjithi mishin dukshëm, por ajo që unë dua është Shpati të rikthehet si këngëtar me kohë të plot dhe të bëj se single është. Zemërthyer është, tani mund të nxjerrë perla muzikore, si e ka këtë lëvizjen kështu me supe ka, apo atë vallën hidhe valle në lulia im. Mirë Shpati, të presim për rikthimin tënd të fuqishëm. Dhe me që jemi te rikthimet në ekran, gjeni se kush do rikthehet njerëz. Gerta dhe Rozana në një emision në shtator në Top Channel, të dyja së bashku. Do me thënë, mua nuk më besohet që Topi i pas ka skenaret kaq të avancuara sa i bëri armike, tani po i bën me një emision. Po nejse, ka një gjë shumë interesante, sepse armike baras klikime, klikime baras lek, lek baras emision i ri, emision i ri, këto të dyja në një emision të ri që janë bërë shoqe. Pra, si e ka jo kënga mike dhe rivale, askush nuk do na ndale, apo jo?
Dhe lajmi më i bujshëm i kësaj jave ka qenë marrëdhënia e Ledri Vulës me Gjensila Myrtezajn. Ata bën një këngë që dukshëm në atë këngë ishin shumë të afërt me njëri tjetrin, pra mund të themi që ata mund të ishin dhe çift në ato pamje, në ato videoklip. Por jo, sepse Ledri doli dhe dha një deklaratë në një emision ku i shuajti të gjitha aludimet dhe tha: kemi pasur shumë kimi, edhe në studio dhe në klip, edhe në shoqëri kemi shumë kimi me Gjensilën dhe po, çfarë po Ledri, çfarë po? A jeni single të dy? Jeni. A keni të dy fëmijë, Ledri 1, ti 2? Po, i keni. Kosovë, Shqipëri, bashkoheni, bëhuni 1, apo jo? Nëse për më shumë thashë themesh, jemi në episodin e radhës të What of a Daily. Ándale!